Miqtë e mi, përshëndetje. Shkurtimisht do flas se si ne mund ta djegim makinën tonë, me një mënyrë shumë thjeshtë, që shumë pak njerëz e dinë. Është procesi i vajit lubrifikant. Në moment që një makinë të re, me filtr partikular, ne i trashim vajin, menjëherë ndërpritet procesi i filtrit partikular. Makina skofjon për herë të parë vajin, duke mbushur filtrin e skofimit lart. Filtri i skofimit e çon direkt te filtri partikular, duke pas temperaturë të lartë filtri deri në 1000 gradë dhe procesin e tij nuk e kryen të plot, merr flak vaj lubrifikant dhe makina digjet për 5 minuta, sepse vaji lubrifikant nuk fiket. Dhe thjesht ky mekanizëm është shumë i shpeshtë në këtë Shqipërinë tonë. Kujdes kur i trashni vajin një makinë të re, një vit prodhimi të ri, mos u bazonim kilometra, sepse është tërtestuar me një vaj nga fabrika që del nga 0,30 deri te 5,30, simas literaturës dhe formulës së vet, dhe mos i merrni në qaf njerëzit me reklamime të tepërta, që ka makina 500.000 kilometra dhe do t'i hedhin 5,40, sepse e thot katalogu. Se në këtë rast po merrni shkrepsën dhe thjesht po e ndizni me qef për ta djeg një makinë. Kujdes, kujdes, kujdes si veproni.